cilësi të tillë të debatimit, ishte super fantastike. Blerta Deliu Kodra për shkak të asaj që prezanton tradicionalisht në PDK dhe Ariana Musliu Shosh që janë të dyja dy zonja të cilat po rriten brenda PDK-s apo bëhen personalitete. Du me pa të kthyer Hajdar Beqin, se mendoj që padrejtisht është dënuar të themi kështu në zgjedhjet e kaluara dhe besoj që do të jetë në kuvendin e Kosovës, i duhet edhe Gjakova, i duhet PDK-s, pra ka shumë strategjike PDK-s të ketë Hajdarin, ngjashëm sikur Arjan Tahirin në Mitrovic. Në Ferizaj do të ishte mirë që më në fund ta kemi Lulzim Aliun në grupin parlamentar të LDK-s, të PDK-s, për shkak se Luli është një farë një personalitet që ndërlidh edhe UÇK-n, edhe gjithë strukturën e ish UÇK-s të pas luftës, por edhe këtë terren që prezanton Agim Aliu me investimet dhe me zhvillimet në Ferizaj. Edhe gjithë përvoja ati do ta bënte një kandidat, e bën kandidat fantastik për kuvendin e Kosovës. Ngjashëm sikurse edhe Arben Gega, një emër që ka rënë në media në sy, por nuk ka qenë më herët shumë i njohur, është e ardhmja e PDK-s në Suarek. Edhe nëse votuesi i PDK-s do që të ketë PDK të mirë në Suarek, në të ardhmen do ta voton Arbeni. Artan Bajrami është definitivisht ylli që po shkëlqen brenda PDK-s dhe besoj që puna e Abelar Tahirit, posaçërisht në adresimin e çështjeve tek gjykata kushtetuese, edhe puna e tij si shef i grupit parlamentar, duhet që ta rikonfirmoj deputet, marr parasysh që kësaj radhe edhe e ka sfiduar vetin duke marrë numrin 110. Besoj që ka bërë një veprim super fantastik edhe kjo do t'i shpërblehet me vot nga votuesi PDK-s. Ikim tek lidhja